Përshëndetje dhe mirë se erdhët ju të shenjës së shigjetarit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është 7 të monedhës. Shikoni me vëmendje këtë fotografi. Jo çdo gjë që do të lexoj shpejt. Disa gjëra kërkojnë kohë që ne të rritemi bashkë me to. Me kuptimin e plotë të fjalës të dashur shigjetar. 7 monedës është si një frymarrje e thellë në mes të punës. Në këtë letër shikoni këtë grua qëndron përballë një peme që mban frutat e përpjekjeve të saj. 7 moneda që janë rritur në heshtje. Ajo nuk është akoma duke korrur. Ajo është duke i shikuar, duke menduar dhe duke pyetur veten, a ja vlen gjithë kjo që po ndërtoj? A jam në drejtimin e duhur apo thjesht po vazhdoj nga inercia? Kjo letër nuk flet për suksesin final. Flet për procesin, për durimin, për zgjedhjet që kërkojnë përkushtim, jo emocion të qastit. Ky është momenti për të ndaluar dhe për të reflektuar. Çfarë ke ndërtuar? Çiko si po i shikon, absolutisht çfarë ke ndërtuar? Si ndihesh me rrënjët që po hedh? Apo ushqen tokën e dur, apo po lodhesh në një vend që nuk të kthen mbrapsht? Mos harro, nuk ka dështim kur je i vetëdijshëm. Ka vetëm mësime dhe rishikime. Kjo letër është ftesë për të rregulluar kursin nëse duhet. Si po ndiheni të dashur shigjetar. Ose për të qëndruar me besim, nëse zemra juaj ju thot po. Një kujtesë e butë në botën për ju të dashur, në kujtesë e butë në botën e shpërqendrimit të shpejtë, ti e thirrur të ndërtosh ngadalë, por me qëllim, absolutisht, dhe në fund suksesi.